Kemi kaluar në pjesën e dytë të programit, në pjesën e panelit dhe debatit. Përshëndetja parë shkan për opinionistin ton Derem Neziri. Përshëndetje Elita, ty dhe shikuesve. Derem, cili është lajmi i emisionit kaluar që e kipa ku do në për portale? Meriton Mjekiqi dhe prezenca e tij në Elite Way ka bo mjaft zhurmë edhe portaleve dhe komenteve gjithandej. Pjesa ku ai ka folur për marrëdhënien e tij me Ilnisa Gollin dhe ndarjen nga e njëjta, sa duket është përfolur më shumë edhe kom pa një valë të gjerë komentesh nga fansa, ndjekës të tyre të cilët kanë dhënë verzione të ndryshme për ndarjen e tyre. Megjithatë ne jemi t'ju besojmë gjithmonë verzioneve të cilat na vinë në këtë studio dhe thuhen nga vetë protagonistët. Edhe sot do ta kemi një panel interesant dhe para që vjen është Atifete Sylla, psikologe. Endret Krasniqi, këngëtar. Linda Nebiho, estetiste. E përmbyllim panelin ton me Elian Qerimin, grimer. Përshëndetje dhe mirë se ardhët në Elite Way. Kam kënaqësinë t'ju kem këto. Mirë se ardhët. Faleminderit. I fokusuar. Ne si gjithmonë e hapem pjesën e dytë me disa nga deklaratat tuaja. Edhe para që vjen për sot është nga Atifete Sylla. TikToku e nxit agresivitetin dhe dhunën. Po, kjo është e vërtet. Edhe në bazë të studimeve, TikToku vërtet është një ndër platformat ku profesionistët gjatë gjithë kohës bojnë thirrje mos m'ju leju sidomos trive edhe fëmijëve ose adoleshentëve për shkak se mënyra si funksionon kjo platformë rrit agresivitetin edhe dhunën. A mendojnë që është vendimi mirë në Shqipëri që ndërmarrën masa për mbylljen e TikTokut? Patjetër që po. Edhe në Kosovë të bëhet patjetër që po, këto e kam deklaruar edhe në disa prononcime, për shkak se mënyra se si funksionon edhe mënyra nuk ka një kontroll sikur në platforma tjera Facebook apo Instagram është më i pa kontrollueshëm. Tjetër statistikat në vendin tonë tregojnë se si pasojë kësaj platforme neve kemi pas edhe vrasje, kam përfundu edhe me vrasjen e trimve, të miturve, ka 2-3 muaj më duket ai në mes familjarve edhe kupsun edhe të rriturit. Prandaj besoj si është një ndër vendimet më të mira që ka marrë Shqipëria, edhe kisha dashur, nuk e di sa është e mundur, kisha dashur me u ndalu. Ka plot edhe raste kur prindrit i sjellim trinjët, zakonisht 10 deri në 17 vjet janë ata të cilët kanë kriju një varësi, sidomos nga TikToku, edhe i sjellin për trajtim ku ata e vrejnë edhe vetë ndryshimet në personalitetin e fëmijëve, rritjen e agresivitetit, por mendoj përveç TikTokut, problem tjetër është kontrolli ku familja nuk po menaxhon sa duhet fëmijën edhe në raport me teknologjinë. Po ta shohim anën tjetër të këtyre platformave. A mendojnë që shumë të rinj do mbesin pa punë? U mendoj... Dhe a mendojnë që do ndikojnë në psikologjinë e tyre që me qenë në gjendje ma të rëndume, se në momentin që kanë të hyra të mdoja, ndërta është edhe Ndriti i cili po besoj që ka një platformë fuqishme TikTokun ku ai e promovon veten në cover të ndryshme. Patjetër, gjithmonë ka dy anë të medaljes, po neve du ta marrim parasysh sa ka përfitim edhe sa ka humbje. Do me thonë përfitimet janë ma të mdoja. Pse janë ma të mdoja?
Unë mendoj si shëndeti mendor, po edhe shëndeti fizik i trive është shumë ma esencial se humbja e aspektit material të një individi apo disa individve. Jo që po e kontestoj këtë që e keni thënë në deklaratën e juj, por du një informacion shtes. Qysh ndikon TikToku në përkatësimin e shëndetit mendor edhe qysh e rri dozën e agresivitetit të trit? Pse? Pse? Së pari, ato prononcimet edhe mënyra si funksionon, sa më aq maj gjuha më ashpër, veprime më skandaloze, është aq më e klikueshme. Kështu që së pari përfitojnë ata, më falni, nuk po i përfshi një pjesë, po shumica kështu funksionojnë, neve e dim, kanë qenë edhe personazh publik, cilë kanë pas konflikte përmes TikTokut. Prandaj, mënyra se si funksionon, mënyra se si bëhen klikimet, cenzura cila nuk ekziston në TikTok nëzit agresivitetin. Sidomos është e cenueshme kjo mosha, pasi është edhe vetë anatomia, hormonet, e kanë atë punën e vetë, edhe këta është moshë shumë fragile, cila mundet mund diku shumë. Unë nuk e diskutoj si familja është baza, familja është ajo e cila duhet me bo kontrolin në këto platforma, po në momentin që... A keni trajtu ndonjë rast viktim të TikTokut? Pa tjetër që po, jo ndo një rast, po ka gja shumë raste, ka gja shumë raste. Me qëfar pytje e hapë seansë, ose cili është shqetësimi bazik me cilin ata të adresuar? Së pari, shqetësimi është konfliktet. Ju duni me ditë pse bullizmi në rrjetet sociale në përgjithësi, sidomos në TikTok, ka efekte shumë më të rënda të trit, sesa një përleshje ose bullizim në aspekt fizik, sepse marrin pjesë ma pak njerëz. Ndërsa në rrjetet sociale, prezenca, reagimet, janë shumë një numër shumë maj madh, e cila vërtet mundet një ndër simptomet ku prindrit unë menoj si akoma neve nuk jemi mirë të informum, prindrit nuk janë mirë të informum në raport me shëndetin mendor, simptomet e problemeve shëndetit mendor të këtë rinjët, dhe sjellin fëmijën në kohën kur ai vetëm ka fillu me vetë lëndime, me probleme kogja madhore të depresionit. Unë e shoh dhe shumë se ndoshta nuk ka rastis nderimi, të shoh shumë faqe të cilat bullizojnë fëmijët të shkollës, ku janë disa tri që i kanë hapur ato faqe dhe i komentojnë nxënësit të shkollës me komente të tmerrshme. Kjo është pasoja më e madhe. Se nxit pastaj nxit një numër tjetër, nxit ajo vetëm ka një lloj strategjie me marrë pjesë sa ma shumë njerëz në të për me tërheq vëmendje ma shumë. Shumë e vërtet. Prandaj unë mendoj si këto, sado që disa persona do të humbin, unë mendoj si përfitimi nuk e diskutoj si është më i madh në raport me shëndetin tonë mendor, sidomos të rinjve dhe adoleshentëve. Zakonisht në Kosovë pritet me ndodhë një rast shumë ekstrem për me marrë vendimet e tilla. Po edhe ka ndodhë raste ekstreme. E në Shqipëri në momentin që ndodhe ai rasti u morë vendimi. Edhe ka ndodhë disa raste. Si çdo është me qenë ashtu, le të marrim mësim nga të tjerët për para se. Unë i moj mend pse kom qenë ftuar në raport me këto rastet kur ka ndodhur në raport me TikTokun. Të paktën kom qenë në një minimumi 4 paraqitje, prandaj moj mend shumë mirë këto incidente edhe këto cilat kanë përfundu me fatalitet këtë të fundit, e di pse ka përfundu me fatalitet mes dy të rive, pastaj ka marrë pjesë edhe prindrit. Prandaj po them, vërtet neve gjatë gjithë kohës ju bojmë apel edhe prindve, edhe institucionev, edhe vërtet për efektet anësore që ka, vërtet është shumë i dëmshëm për trit. Pse? Se shkakton varësi, mënyra se si funksionon. TikToku, qëllimi ti është bashkë të shkaktoj varësi. Ju mos harroni pse TikToku tek neve si përdorit, nuk i ka të njëjtat, nuk ka filtra, nëse edhe pse është platformë kineze, në kin ka filtra, nuk është e njëjta si e përdorim neve.
Ta ndjekim deklaratën tjetër nëse ki diçka... Jo, është e çuditshme se si na, si shoqëri, gjithsesi shumë a shumë trit prijemi që me ndjek edhe me pëlqy shumë a tepër kontentin e dhunshëm, edhe që ajo krijon hallken e madhe të dhunës, agresivitetit dhe të keqes në përgjithësi, sepse këto përmbajtjet e mira, përmbajtjet pozitive janë shumë pak të klikueshme dhe në interesin e përgjithshëm. Andaj rastet të cilat prodhojnë gjatë gjithë kohës dhunë, agresivitet, bullizëm, të përqeshura, janë edhe videot më të klikume dhe më të shikume, dhe kjo ka arrit që me kriju një target shumë të madh të përthithjes të njerëzve dhe të audiencës. Vazhdojmë te deklarata tjetër, Elion Qerimi, unë bëj grem, nuk bëj operacione plastike. Kure ku më thonë që deklarat, u kona shumë ka dollë pej zamrës, u konë kulmi sezonës, edhe se u konë e dhejta, një mdejta kliente që atë det. E pse kërkojnë klientët këto transformimet ekstreme? Se nuk e kuptoj pse e kanë atë besimin që grimi mundet me i transformon, po jo që ashtu që shmonet për shumë një estetiste me kriju volum të mollë ose të boost. Unë moj mu duk që atë, moj mu të abo mu duk që atë për që atë volumin të boost, po jo me të nejtë ty për një kohë ma të gotë. Edhe me nejtë që grimi shërben veç për me i qitë në pa vijat e ftyrës, që i ki ma të bukra, po jo edhe me të transformu që ashtu qysh janë mësu këtë të na. Po, menej që ka ndryshu këgja, sidomos çdo vit e kuptojnë që grimert nuk janë... Ku janë trendet si vjetë? Apo kërkojnë ma shumë grime natyrale, apo grime ma ekstreme? Menej që kom kanë blashe si vjetë, po zakonisht e na e vendos Met Gala, hala nuk ku mbajt, kështu që si mbajt, që ato, po thamë motrat, Kardashiankat, kur të paraqiten me duket e tyre, këto tonat kanë më inspiru gjithë që. A ka ndodhur me u konfrontu me ndonjë kliente cila ka kërku transformime të mëdha? Po, e që aplikani, Lioni, se kemi pjesë të ATV-s, kështu që e njohin paka shumë si karakter. Ma heret, nashta që jam konë ma i ri, nuk kum dasht me ushty, po thamë ashtu, me laf prapi respektaj se klienti është mbret, po kur e shë që s'po ha laf, veç asun tani janë isi mësë më ngër laf edhe... Qa buhet? Kur gjo ose vazhdojnë anë temën, jo, zvjan shpreje veç nëse e te pranë, po kështu që kjo deklarat më ka dalë që ato momente kur e kumë vrej që primes së ka ja le. Se jemi shoqni që kemi qef me psu transformime të mdoj, jo veç më pamje, na dojmë gjanat të cilat janë për te i gjithë shkafit. Në përgjithsi kemi shumë qef me u transformu, në gjithë shka, edhe në karakter, edhe në pamje. Deklaratën, nashta dhe rjetët sociale, po shohin, dhe më thonë ajo e merë, përshohin influencerat e ndryshëm, influencerat që ato nashta i kanë këtë papara ose diçka t'il, e këto munon më duk që ashtu, se ato janë të kuru me manë detaje, se tash një influencer, na këtë dina që i kena të bukra, janë të kuru me në detaj të fundit, ato vinë me qatë ide, që edhe ato më duk që ashtu, po nuk janë këtë njejta. Ma është e çuditshme qysh populli jon influencohet kaq shumë, se për shembull popujt e tjerë shteteve të ndryshme të botës nuk është që i ndjekin kaq me përpikmëri ndryshimet edhe transformimet e yjeve. Na tash në rrugët e Prishtinës edhe të Kosovës në përgjithësi, çdo dytën femën e shohim që i ngjan filan artistes ose filan influenceres ose që i përmendë dhe ju referove Kardashiankave. Po. Nështë bashkë më interesan e Lion me ditë pse për vajzat sot nuk është e bukur një buzë e hollë, pse pa tjetër kërkojmë për i grimerit linja jashtë buzës vetë. Po, normal një buzë e bukur është kur është me volum. Tash nëse e shojmë... Kush e përcakton të bukurën sot? Po, pse duhet një buzë ma e trash me qenë ma e bukur se një buzë e hollë. është do një farë standarti. Po, u kriju standard, ma. S'mon është me ndrua dhe të thash përdërimi rritës. Për para s'kanë qenë mod, për para në kohën e gjysheve tona kanë qenë në mod buzët e holla. Edhe vetlat e holla. Ama koha e Adelina Ismailit edhe Angelina Jolie ka kriju... Shkojnë ma shumë proporcion me ftyrën edhe me trupin, se që shkojnë me trendin, po të vishte na në Kosovë, na jena pak ma aqik botës. Po, e vërtet është që
lypin me ngjasu shumë me njëra tjetrën, me veshje, do të thonë, nëse vjen një stil të na, vjen për krejt, si për ploka, si për treja, krejt njësoj, buzët volum, krejt moshat, ose vetllat e trasha krejt moshat, që në fakt nuk është që krejtve në arrin në ftyrë vetllat e trasha, buzët e trasha, nuk na shkojnë krejtve. Unë mendoj që ky trendi i buzëve trasha të na, në mentalitetin tonë kosovar shqiptar në përgjithësi, ka ardhur prej Adelina Ismailit, e cila është shfaq me buzë voluminoze dhe më pasi kemi po shumë femra duke eksperimentuar atëherë jo me mbushje, po me grim deri në gjallavitje, me thonë kështu popullorçe. Është estetistja e parë që unë e kom po mund të them me buzë natyrale. Unë jam komplet natyrale, faktikisht jam shumë e re. I kam veç 25 vjet, edhe nuk pretendoj që... Sot s'përshikon kërkush më moshën. E vërtet është, po faktikisht në mosha shumë të reja, edhe nuk është që... E unë si estetiste jam shumë kundër moshës të re. A i kërkon ndonjëherë letënjoftime? Po, nëse dyshoj në mosh, i kërkoj letënjoftime, dhe nëse është 18 vjeç, edhe pse është në një mosh të rritur, shpesh herë ndodh që munona me ja shty terminin për 1 javë ma vonë, 2 javë ma vonë, se e di që në qatë mosh lypin ekstremin për shkak të adoleshencës depresive, që është të na si vend. Për matura, të nëse vjen ka me të bo reni edhe nëse i pranon, reni dhe jashtë lokalit nëse i pranon të. E cilat janë kërkesat e maturanteve? Shumë, zakonisht lypin me konturu ftyrën qatë shumë sa ty të shudit një vajzë 18 vjeqare, thu, unë e s'jëm kon 18 vjeqare që shtot. Edhe unë, sot i kam 25 vjetë, po jam shumë kundra ekstremit. Ti mund është me bo diçka në moshën 20 vjeqare, 21, po gjithçka brenda naturalitetit. Linda tha që je krejt naturale, po a ki injektu në i herë? Asni sen vetën ta, kurheq, asni herë. Nuk po thëmë tim ja injektu vetës, po te dikush a ki injektu? Unë e kom një frikë madhore që krejt bojnë hajgare mu, që nuk ja besoj ftyrën tem dikuj tjetër. E kom edhe të grimi, do më thonë një 70 herë për zina, se unë edhe në grim nuk jam shumë make-up artiste e vetës tem, të njetën është ta, jom ly me një shërkë të L'Orealit, se pak reklam, dirisa edhe mami em ka njës me më kritiku, dush më kom pak ma, nuk jam për ekstrem verës me shërkë. Ti si estetiste që nuk ki ndërhyrje, s'ki injektime, a menon që kryon ma shumë besim të klientët tuja? Për aspektin që unë nuk kam për vetë ndërhyrje estetike, përveç moshës, esteticjentat matë mëdhajt në botë përdorin disa metoda jo invazive, po matë thjeshta për me mirëmbajt lëkure në mosha të reja. Për që ata unë as nuk e preferoj me shku ekstremi në mosha të reja, si kur të vetja që as nuk kom bo, po as nuk kom bo diçka ekstreme, shambull për të nëzo, se nuk është as një... Cilat janë këto metoda, si që nga një interesantë me ditë dhe njerës? Ka shumë, do më thonë, tretmanit ftyrës që i bojmë në klinik, që janë me disa lloje të kremave, nështë ta djegim pak 24 orë të para, po t'i gjatë jave janë më të shpeshta, po për moshat e reja janë më të mira. Pse për shembull fillerin e bën një herë në 3 muaj, një herë në 6 muaj, shembull ta nxo qysh i ki mundësit, po unë mendoj që tretmanet e ftyrës e vërtet që janë pak më të kushtueshme nështë, si tretmanet me hyaluronet, në llojin e kremave, në llojin e serumeve, po janë më të mira për një gjenerat temën, ose për 20 vjeqare, 18 vjeqare, është shumë më e mirë. Cili është tretmani më i famshëm i vitit 2025? Për 2025 të më besoj që... Çdo vjet po del një tretman i ri? Unë të pandashmin, në klinikën teme kam Hydrodeluxen, që është as me fillerin edhe as me botoxin, me as njënën. është një hidratim i ftyrës që është me injektim, po jep volumet vogla edhe është shumë antirudh. Më thonë përdoret për durt, për celulitin, për mirëmbajtjen e ftyrës, është diçka jashtëzakonisht e mirë. Mandej që shtëpi shkaktoni të lashe grimirave. Po, qëta kështë dhënë, sa është mirë, sa javë ma herët, ose sa ditë ma herët me bo ndërhyrje, sidomos fillar, para se pezon mu bo nuse. Para se mu bo nuse, si filleri, si botoksi është mirë të paktën 2-3 javë ma herët mu injektu. E se ka rast që na vinë super tajt ashtu, që nashtas... Që për shembull me botox... A ju vështirëson kjo punën juve si primer? A ka se i kom pa edhe shumë vajzat të cilat buzët i shkaktohet hematom, edhe shkojnë të grimeri dhe kërkojnë që ai me bo të pamundurën për mja mbulu. E vërtet është, për që ata dhe kërkohet sikur me bo antirudh botox, sikur me bo fillar, duhet me qenë të paktën 3 javë ma herët,
minimumi 3 javë më herët, për shkak që botoksit i vynë 2 deri në 3 javë, mirë derisa të nxenë vend në fytyrë, kurse edhe fillerit i vynë një koka prej 14 ditë me ra në venin e vetë, që aty ku është injektu faktikisht, edhe nuk kam faj edhe grimert kur hezitojnë me imbulu se faktikisht 24 orë të para nuk është mirë as me vendos make-up, as me la ftyrën, na për qatë punë përdorim dezinfektant ftyrës, që mos me pas qarkullim me bakterjet, a si femna ato nuk kanë kujdes mas që ati procesi as pak. Për te i këti diskutimi, po na pengon shumicës, që po e diskutojme dhe në muhabete ndër personale, uniformiteti ose një lloj shmëria e fytyrave dhe portreteve në përgjithësi në shoqërinë tonë. Nuk e di çapo ndodh kështu, po çdo lagje e ka një qendër estetike, e sot po injekton gjithkush, edhe pa certifikimet e duhura ose shkollimin e avancimin profesional, edhe po shohim femrat të cilat ngjajnë shumë me njëra tjetrën. Jemi bosi në Brazil ku injektohet edhe nëpër plazhe, injektohet në vende ku higjiena dhe krejt kushtet janë larg imagjinates edhe një vendit mirëfillt ku duhet me u kry këto tretmane, edhe pastaj në mungesë të dikujt që është profesionale, po kemi edhe uniformitet, ftyra të cilat janë identike me njëra tjetrën, dhe nuk kemi vetëm individ të cilët i bojnë këto ndërhyrje, po kemi një mas të tërë njerëzish, femrash, po edhe mashkujsh, cilët po përngjajnë në mënyrë të jashtëzakonshme me njëri tjetrin. Ku kemi shku edhe pse kemi shku kështu? Injektimi në format e njëjta na qëtë në qëtë barazem. Elita, afërdita, jemi të trijat në anatomi të ndryshme, strukturat të ndryshme të Zotis në ka kriju të njëjtë. Po nëse afërdita dënë me ngjasu me mu, që më ka ma, ose unë me afërditën që jemi, për shembull një strukturë ma e rumbullak të ftyrës, me do flok dredha, mas leti kemi të njëna tjetra me kërku, po ftyra ma kërkushme të na në Kosovë që është një Morina Taraku edhe 2 familja Kardashian. Edhe zonjat në moshën e shtyme e shikojnë nanën e Kardashiankave, që dojnë shumë me ngjasu, shumë me i për ngja. Po unë mendoj që edhe një rrudhë e vogël dikun me mbet, unë jam shumë pro, se unë puna jem është estetika, unë prej qasa jetoj, gjithmonë e përmendi, po edhe nëse një rrudhë e vogël të mbet, dikon nuk duhet gjithçysh na me unë. Na jena të e diskutu gjatë krejt kohës, që po ngjasojnë. Injektimi i puna po vjen prej juve, apo jo? Në total. Kështu që secili që po vjen prej esteticjentëve këto, po thot ajo tjetra, prej nga po vjen atëherë kjo ngjajshmëri, sepse edhe nëse të vjen dikush ndoshta si Morena Taraku, ose kërkon me qenë si një personazh tjetër, a jeti ajo e cila e këshillon atë që ty kjo formë nuk të shkon? E kush po i sjell këto rezultate atëherë? Po, si që përmenin nderime, na kemi një mas të madhe të qendrave të estetikës që funksionojnë në Kosovë. Unë jam shumë pro që funksionojnë, se të gjithë jemi kolegë me zveti, besoj. Po, të paktën, jo me një trajnim, 2 trajnime, me mbajt një klienteli madhore, se tani krejt po bohemi një ftyrë, të gjitha njëjtë, krejt vipat ngjasojnë me një tjetrin, shembull, po ta nxose. Ngjasojnë edhe gratë e femrat në përgjithësi? Po, mbrana një familjes ti i gjenë Russian lips, diku 10 vajza me Russian lips, po ti duhesh mja spjegu klientit tonë, se jo gjithmonë na shkojnë krejtve Russian lips, dikujt i del goja shumë e gjatë, dikujt i del shumë e vogël, në shembull në qatë formë, kështu që duhesh me i spjegu klientit që ka dhe mënyra tjera këtë injektimit, beso ma mu. Valemi këtu të komenti jëtë, sepse kemi edhe deklaratën e cila vjen nga te, figurat publike, politike që ndrojnë në suaza normale me ndërhyrjen, kurse Estrada ka dal nga naturaliteti. Absolut, po unë i qëndroj mbrapa, unë punoj me disa nga Estrada, edhe shpesh herë flasë si kur në nga personazhet politike, po ashtu. Politike. Po. I marim i këshyrim Estradën. A mos hezitojnë ato që me qenë, ndoshta me u vrejt që Estrada ndërsa këngëtarëve nuk është që i lanë mu për shtypje. Është natyra e profesionit, besoj si nuk i lejon. Është natyra e profesionit, e vërtet është ajo. Si për shembull, pjesa politike nuk kanë shumë kohë me na i të nditën para pasqyrës, me pa cila rrudhi ka dalë sot dhe ju ka hek nesër. Cila deputetet pëlqen që zhdukët, edhe që mirë mban veten? Blerta Deliu më pëlqen, është brenda suazave të normalitetit.
Kur po thumë mrena suazave të normalitetit, po mendon që ka ndërhyrje, edhe se ka tepru? Ka diçka dhe se ka tepru, e vërtet është. Donika Koda nuk e ka tepru, ka diçka dhe nuk e ka tepru. S'po di tjetër. Duda? Dudën e kom bashkëvendosë, e kom përmen edhe me një emision Shpirti bashkëvendosit, po e ka tepru pak, valla. Tash me unan me analizu ka dalë shumë prej Dudës që e njohën se unë jam e rritën në Prizren, e lindë në Prizren, unë e njohë një tjetër Dudë. Po që ka shumë ndërhyrje? Ka, e vërtet është që ka. Qka mundesh me vrejti që ka ndërhyrje? Ashtë mollzati ka tepër, gjolajnin e ka tepër, pjesën temporale e ka të mbushën, vetëllati ka totalisht të mbushën, qëre, krejt e dojmë rinin, po edhe të bukurën, edhe ajo ftanja e këngëtarit madh, robi plaket kur dojmë vetë, e vërtet është na plakemi na kur dojmë, edhe për që ata nuk dojmë me u plak kur, nështë ta zemra plakët, energjia trupore plakët, po për që ata egzistojnë kolageni, longjet që i pim, për mos me u plak. Linda, e në strat, për shembull, kush është dikush që e ka tepru fort, edhe dikush që e ka ruajt naturalitetin pavarësisht ndërhyrjeve? Në strat, kuku, nuk po di. Dikush që ka shku në ekstreme dhe dikush që Durata Duran gjasojnë tepër me zveti, me një emision ku jem konë s'më kujtohet sakt, në emision mrenda gazetarët nuk e ditën a është tajna është Durata, qasë shumë që po në gjasojnë. Që do më thonë të prem, si pas te? Po, të prem. Morena më ka pëlqy që ka fillu me i hek, jo, qatë shumë sa është kanë, edhe kush nuk e ka prek prej këtyne këngëtarëve që heq nuk jam prek, heq, absolut heq, është Rona Nishliu, heq, do më thonë sa kom pa unë nuk ka kur gjonë ftyrë. është Ronela, Arilena. Po edhe Arilena, është tepër naturale, nështë ta ka bo diçka minimale, po ka qëndru prapë në atë Arilenën e mahershme. Se normalisht me moshën kërkojmë diçka me bo. Do kena mundësi me diskutu edhe në momentin kur e hapim temën, e cila është paragjykimet, por ta ndjekim edhe deklaratën e fundit nga Endriti. Tash po pritojnë edhe me shkru, me atë që po rimon, po e bëjnë këngën, veç mi umbet në kry. A me ndonë që e kanë kuptu këngëtarë që kjo pëdhez? Mëna që kanë kuptu shumë, është sen që ndo non-stop, edhe une jam pro shumë i kësajna, që për në me zakonisht i marin fjallë të mdhaja, unë du tim dënë kështu, ashtu, adenin jam me qëtu, mëjnë është mi gjithë që cila ka nga e re, që po deli ka tekstit e njëta, pak diçka dalim, që me nëj po pritojnë, ama e sharësu jem se, den tregu pidon qëto sene, pëdon një kong 2 minuta, një kong që të metë në kry non-stop, edhe mund është mengu, si me thonë, një infinite loop, edhe non-stop, që i kuptoj ma herët kanë qenë ma shumë, nështë e në fokusu në tekst, po të na ka dhe artista që fokusu në tekst, po unë e menoj që nuk i vlerësojnë qatë shumë, sa që i vlerësojnë një kong që i ka 4 reshta dhe që ato reshta përmenën 20 herë mrena një këngë. Tekstin në të cilën ka qenë në këngën që ki konkuru për festival, ka qenë një tekst i çuditshëm. Duhesh me marë edhe me analizu. A e ka bo kjo këngën ma të suksesshme, po njëkohësisht ma të vështirë me këndu publiku? Për ma të sukseshme menoj që po, menoj që ajo u ka qenë ashtë arsyja pse... Dalu prej të tjerve. Po, edhe pse nashta jena vlerësu nashta për juris, për shkak që u ka në diçka tjetër, a me veç titulli këngës është flas me gjethën, a dhe me njëherë thu qka të thonë, a dhe qka është të ndodhë, po bukuria e muzikës qka është që se cile interpretan vetë, edhe menoj që... Qa ki do është ti saksisht me thonë? Se tekstin e ka shkru Bekim Këpuska, unë veç e kom interpretu këngën. Unë që ku marë është që ajo gjethja që shkëputët, është diçka që jena shkëput prej diçkafi njëtë, edhe në ka me gjithmonë në ashta barë që asajna, edhe paka shumë që ato ka dosh me thonë edhe Beka, po kom pa edhe sanë tjera që përsa ta mund pa pëlqy te për teksti, për shkak që në ashta nuk e ka lanë, se Beka që ka shkru, e ka marrë vesh ndryshe, unë kër e kom ledzu për e pare, kom marrë ndryshe, njerëzit e tjerë kër e kanë ledzu e kanë marrë vesh ndryshe që më patë pëlqy tepër, që nashta edhe nëzit debat, nashta edhe nëzit diçka të re, diçka që nashta nuk është të veç të përsërit, po nashta me të metë në kry nëse dënë me ledzu edhe me përshkru. Në momentin kur fillon edhe me koncerte, një këngë cila teksti është shumë i vështirë mu mësu për audiencën,
a mendojnë që është ma e mirë për ty apo ma keqe për ty? Sepse këto këngë të cilat e ki thonë edhe në statusin tënd, është që po rimojnë. Po ato tekste, kur shkojnë koncerte këngëtarët, i këndojnë shumë alet, gjë që e sjell një atmosferë pak ma të mirë. Po tekste të cilat ata s'mundën me imësu. A mendojnë që është ma keq apo ma mirë për ty? Po tash, për menimin tem, nëse e bojna muzikën për publik, atëherë kisha pas shef me shkru tekste ma thjeshta që me mujt me knu bashkë me publikën. A mendojnë që kime fillu me marë dozat komerciales? Pa po, do të më angër buk në herë. Për deri sa ki konkludu që tash po pritojnë edhe me shkru edhe tekstet po i bëjmë veçajt. Cila është një kongë që ty t'ka bo me ardhe në këtë konkluzion edhe në këtë analizë që qarkullon fort, që qarkullon po. Dita e zbut shumë bune jo. Cila është një kongë që qarkullon fort edhe që ty t'ka pru para këti konkluzioni. Një kongë me një tekst që mendon që është shkru veç hajt. Veç pëse i është për shtatë rimes. Ka plët, për shamull. Kongë Talava, për shamull. Adel, unë jam... Shkojmë të Talavaja, të kongë cilat janë të kudo ndodhura, të lujtuna për ditë. Nëllë të menaj, se ka plët visht... Se me sigurit ti para se me shkru qëta ki reflektu mbi këtë fenomen. Po, shumë se... Të verës të kaluan, dërsta që e kindi kudo edhe të kaluan për shtypje edhe tekstin një kostisht s'ka pëlqy. Po në anën tjetër të thështë që mund të shumë e gjiku se tekstet nuk për i shkryke vetë. Po gjithësësi, statusin e ka shkry vetë. Jo, a tekstet zakonisht që shkry vetë, po në shkry anglisht, personalisht muzikën që e bëjone, alo shqip... A me ndojnë që du është me fillu mi shkry tekstet vetë, për në anën tjetër me pas edhe do shtatë të drejt mi gjiku të tjerët të cilët ullen edhe shkryjen. Po, unë kam e qitë kongë të reja që unë kam e shkry tekstin, ja kom fillu me shkry ka pak shqip për shkak. A që shqip shton e lita, misafir, cila është konga me tekstin ma palidhje? Po, s'po di i bre, cëllën me thanë, s'po në një specifiki diqka se s'po mbinë men... 2, 1, shkojmë. Një kanë këtë dëngjonit, për shamun. Cila? Moj katile. A vedel në zhyq, a moj katile, ti moj katile, a ndje një qysh mi më prive, a dhe nuk... Veç është tekst, nuk e di. Kur gjo këndër dëngjonit, a vedel le, ban muzikën e vetë që e ban, po mu personalisht nuk më pëlqenë. E hapim temën, sepse është momenti. Para gjykimet, a jemi shoqëri para gjykuese? Po fillojmë me psikologën, për shkak që më fund të ditës, a mendojnë që se cili njeri para gjykon? Asë një këtu nuk ka shpëtu të pak të njëherë para gjykimit dikujt, po edhe neve e kemi para gjyku. Ideja është me qenë para gjykus në brenda sozav normale edhe me të pru. Neve të projmë, jarë zakonisht shumë. Jemi shoqni që para gjykojmë edhe para gjykojmë. A mendojnë që kjo nga ka sforcu shumë si populat? Për shembull, ka në vendet e Evropës ose të botës njerëz dalin, janë shumë thjesht rregullum, janë shumë sportiv. Ndërsa në Kosovë ti nuk mundesh me pa dikon në rrugë që është i parregullum, është me tesha sportive, secila që thonë njerëz që vinë nga jashtë thonë kur po dalim në Kosovë po shohim njerëz si në videoklipe. Pa dyshim. A ndodh kjo për shkak që friksohemi edhe para gjykimeve të tjerëve? Jo, në fakt, kjo mendoj edhe është një frikë për të qenë vetja. Neve vërtet vujmë, këto ka të bëj me komplekset. Jemi shoqni e vujmë komplekset shumë. E kemi shumë të rëndësishme mendimin e tjetrit. Prandaj edhe bëhem njëjtë krejt, se dikush është i admiruar dhe neve duhet patjetër të jemi në atë listë, gjë e cila mendoj nuk ka të bëj me mungesën e përmbushjes si individ. Ka të bëj me vetbesimin e njerëzve. Jemi shoqni e pa përmbushne, ku në vend që të vlerësojmë diçka unike që kemi, se cili jemi unik, përkundrazi, ajo mendoj si është vlera më e madhe, përkundrazi neve nuk e pëlqejmë për shkak të komplekseve, për shkak të mungesës e vetbesimit, por para gjykimi mendoj si ka të bëjë ma shumë me individet ose shoqënia mundohet me
rujt, me i suportu, ose me i mbrojt ato besimet, ose mendimet, vlerat, ato çfarë mendon, si pasoj e paragjykon tjetrin. Është vetëm mbrojtje paragjykimi, që do të thotë nuk ka diçka faktike, por si arsye për me mbrojt ti, me suportu mendimet, dallimet fetare, ratësore, çfarë do të qoftë, gjithmonë kjo është si shkak me jap mendimeve, besimeve tua, ajo që ti posedon ma shumë konfidencë. Që do të ka të bëj me ato që ka ndryshe, njerëzit nuk është se e kanë shumë lehtë me pranu. Isha të mendu mes gjykimit edhe veç isha të mendu edhe të dashtë me thonë që gjykimi është diçka kur unë e shoh, e komentoj, e gjykoj në formën time. Ndërka që para gjykimi është krejt diçka tjetër, është diçka që unë e bëj në paramendimet e mia pa pas një informacion të sakt mbi ato që po e thom edhe po analizoj. Ky është para gjykimi dhe realisht ne si shoqëri shpesh prihemi të paragjykojmë. Flasim pa pas një bazë të informacionit dhe të njohurive mbi fenomenet caktuara ose individ të caktuar. Dhe gjykimi mund tjetë i drejt për drejt dhe të mos lëndoj shumë, ndërkohë që paragjykimi sjell një zinxhir të lashesh e problematikash të ndryshme, sepse nuk e ka në bazë faktin, nuk e ka në bazë argumentin. Na paragjykojmë shumë, duke nisur nga pamja, e që pastaj përkthehet në bullizëm, një temë ka shumë e përfolur dhe mirë që po përflitet, e duke vazhduar me sjelljet, me karakterin, me gjithçka. Nuk e di pse japim kaq shumë të drejtë vetës që t'jemi kaq paragjykues, a thu se ne individualisht jemi perfekt dhe na ka beku Zoti me të gjitha. Do të kisha dashur që nga kjo studio televizive që ja thirrje tek të gjithë që t'jemi më pak paragjykues, të mos flasim pa fakte dhe pa njohuri dhe të mos duam të përfshihemi edhe aty ku nuk dim dhe nuk na takon, sepse kështu po krijojmë këtë bazën e madhe të paragjykimeve të jashtëzakonshme të cilat po i hasim kudo shoqëri, po edhe në televizion. Ma pak paragjykime, ma poster. E diskutove që paragjykojmë shumë edhe për pamjen e jashtme. Eliona, mendojnë që edhe kjo ju bën juve punën që klientët me qenë shumë kërkuese ndaj grimirave, që dojnë mu dok në atë perfeksionin i cili nuk ekziston. Unë kështu ndërlidh dhe na si shoqëri nuk kena një farë mesatare. Na e kena dy ekstreme, ose jena tepër shumë paragjykues ose nuk paragjykojmë hiç. Paktën me rrethin që rrijon ose që një. O mendoj që paragjykimet edhe gjykimet nuk ka që nuk të ndihmojnë për me arrit afër perfeksionin. Normal, perfeksionin s'u na arrisëm kurrë, po të paktën ndihmojnë ty me u ngrit, mu më kanë ndihmu për vete, kur më kanë paragjyku ose më kanë gjyku diçka, unë çato që kum po që për një me pas na gabim pon se pas na po, ose e ke po te ose te elit, më ke thonë, ose më ke paragjyku, ose më ke gjyku, unë e kum marrë e kum përmirësu. Po ndërlidh na tash me pyetjen, po se shumica e klientëve tash kanë ndryshu, po thënë njerë, po 50-50, nështë ka me që nuk kanë ide të sakt ose mendim të sakt që po dojnë. Nisën për marëm nusët, se na halajna vjera, po thamë vendosë për nusën. A ka ende ashtu, a? Po, ka alon, nuk o që janë... A vinë edhe tek jo të esteticjente a me vendosë për nusën, që ka me ndërshia? Ka shumë vjera që vinë me nusët e vita. Se burre në këtë rast, ka pas rast që valla bëmi mirë flokë se sumë pratë Pezon Gjeko për ty sumë pratë shpese. Më pratë. Unë nisëm prej gjykimeve, se din qëfar standardi ka mentaliteti jonë. Standard perfekt. Ka shumë ndërhyrjet familjarve edhe a njën do një presion psikologjik që thjesht nuk lojnë me vendosë se qysh po mendon ti që është ma e mira për nusën? Qëtash po të lanë me vendosë, ta besojnë punën, edhe normal, kur ta beson punën për një me rezultati, ku më kanë ma i knaqëm edhe shumë ma bukur. Po ideja është që shtash nuk kanë vetë besem, edhe i bën flokët ose grimin, e pyt, unë zakonisht e pyt, a ki najsen me shtu ose me hek, se kam probleme për mirësu dhe njëherë ose me ndru diçka. Ka rast që mas një ore që ka shku në shpe, thët, valoj diçka flok nuk po më pëlqejnë ose... Masi përfundon. Po, masi përfundon puna, edhe di sigur që ka marrë një opinion tjetër kojna, nuk është opinioni veti. Edhe një pyetje të fundit, Elion, a ka ende vjera që i kërkojnë buzë të kuqe dhe insistojnë për buzë të kuqe? Po, ato ka dhe nuse vetë, ku
Do më thonë, na nuset i dalloj me buzë. Si ti lypin buzë të ku që e dina që ajo ku martu, pa varësisht ta kalon tërmen thjesht, për në rregullim thjesht, apo për të nusat. A se ka që rejnë, për shembull gënjejnë, a? Vinë me u grimu si kliente e thjeshtë, ndërkohë ka me dal nuse. Komplet rreth e nusës ta bën hajt në Instagram për mos mja posturjet, kum pas rast që... Pse shtrajtojnë çmimet për nuse, Elian? Nuk është ideja që hajt të shfrytëzoj rastin e nuse të i marrë çmim më të madh, po është koha edhe fokusi që ja leti qasoj nusës. Për shembull, nuk është njëjtë sikur me ardhë kjo për me ardhë një rregullim thjesht ose ku mu kanë dasmore në këtë rast ose musafer, sikur nusja. One thëmë për veti, nëse nusja nuk dallon prej musaferëve tjerë, mos e bandosme. Elian, unë e kom veç një pyetje për me i qëndru temës, më falni. A ka ende paragjykime për meshkujt të cilët janë grimera? Edhe a i ki has këto paragjykime? Ka pas, po jo, në për vete, që shikum një edhe shumë kolegë tjerë, jo, në vipej një komunës këgjat vogël, vipej vitis, nuk e kum lanë vitin shkak për i paragjykimeve, veç menoj që Prishtina ka pas nevojë për grimer ma profesional edhe ku martë, pa largë modestis, pa kajgare, po jo, nuk kum has. Kum has paragjykim të moshës, se kur e kum njës këtë profesion jam konë këgja i ri, edhe kanë mujtë me thonë, po këtë djallë nashtë as dhe me lyo, se djallë nuk e din që ashkën ditë grave, po thamë ose në kanë gjegjë. Qëto dy paragjykime kum pas. Po pse je djallë kështu mu bullizue, më të paragjykue, që është din me lujt viktime, ndo jo, nuk kum pas. Nuk menej që jena kanë avancu si popull. Po foli për dy komuna, do me thonë, jam të foli për dy ekstreme, Prishtinën edhe Vitin. Asë në Viti, kur s'ki asë paragjykime se ti je grimer mashkull? Ku e kum kry këtë profesion zanatin, po thamë, e kum pas u kanë mashkull, nuk u paragjyku kur. Asë kur nuk kum kanë thonë se ti mashkull. Ka pas ase, po thamë, gjeloza, që na shtagru në vetë nuk ka ndash me prunë të një mashkull me rregullu, po ajo është çështje familjare qyta. Kësë është paragjykim. Kësë është diska tjetër. Linda, a mendojnë që ka fillu edhe ka ndryshu paragjykimet për ndërhyrjet estetike në Kosovë? Se dikur kreti kanë mshef, kanë hezitu me full për to publikisht, dërsa sot bëhet komplet e kundërtanë. Po thu që ka ende pas asaj të cilat... Diku 90% krejt kemi najt në atë prapa skena, 90% e estradës sarë kanë dole, atë s'kena kur gjo. Tash se cili prej tyre e pranon. Jënë pjesë jo kirurgjikale që i bojnë dhe është diçka normale me i pranu. Nëse kushdo kohë që e bën, është investim në vetën tane, kur bën një diçka t'il, ti ke investu për të bukurën tane dhe është krejt normale me pranu. Edhe më pëlqen që kena ndryshu në atë mentalitet që kemi qenë në 2015-16. Po ti kur ishe të egzagjeruma, paragjykon vetë? Po, absolutisht, po dhe me nëzispres me armë, i thonë pash, zotin, hajde ullu t'i shkri një herë. Edhe faktikisht, me mjekësi estetike, gjdo filar që bëhet të tretën herë, nëse është të ardhë klienti për të katërtën herë, të ti ose ku do është qoftë, ti duesh me paralajmru që me mjekësi ti je i detyruar me hek fillerin, me shkri qatë mbetje, se filleri lëviz, devian në mas tretës, katërtës hera, e ka një opcion me dal një vend, një qështë fytyrës që ka nevoj për përtithje të hilaronit e të kolagenit, edhe qatë minuta i shkon tu deviju, ti duesh me hek me mjekësi, po të na nuk e di pse u bo e madhe që kjo mos me hek fillerin. Nuk e pranojnë të pak të një 6-7 dit me nejt në krejt komplet në naturalitet, që shka qenë. E kanë shumë problem. Ose lypin i rinë taman datës gati. Sot 6 muj ose sot 3 muj e më konë të fix. Dhe nëzirë dhe biletën aeroplanit fix qatë ditë që i ka bo 3 ose 6 muj. Qysh me nejt me pamje tjetër, së pas taj... Ndërsa në botë, ta është ka hinë trend që me i shkri filerat. Dërsa në Kosovë nuk është që po e hasim shumë. A di pse nuk po e hasim, se tani po dalim një tjetër, për shembull një tjetër lind, nëse one jam bosh shumë. Po friksohen prej paragjykimit. Po friksohen me pa edhe veten e paragjykojnë që unë s'jam çështo ta den. Ose e kanë harru vetën. Po e kanë harru vetën në letën njoftimin normal, po unë nuk e menoj që duhesh me utut prej shkrimje se ti po e
po e frikson vetën për diçka që s'është e nevojshme, se nëse ti vjen në një stad të lëkurës ose në një stad të novkës tane, ti thjesht prap ki me mbush ato, po veç jetu e rigeneru qatë mirëmbajtje, jetu e hek, sikur me thonë brejna tu fshin shpe, se s'po di që të spiku ma tjesë. A thu që ka mendojnë shikus për vaste e ndritit? E ndritit se atë kam paragjyku. Shumë. Edhe pse kanë do t'jo, edhe pse ki qenë ma ndryshe, normalisht njerë qenë pak ma ndryshe si artista paragjykuhen. Po si përballove këto paragjykime? Unë për vete kjo për në me është që është pak me mentalitetin që ki unë jam komunu mu kanë sa ma pak i kom blen saft. Se po kam komplekse, kom pa vetë, jam kanë me qatë piku, kom pa shumë komplekse, u të të qa kësisene edhe po që asë nuk dojshë ama me për muzikë, asë nuk dojshë ama me dojnë, ashtë edhe në publik me thonë, që për shkak që për shty në sanëv, që do mos vëth, që mirë që e përmen, nëse keshte e përmen, që është gjithmonë ajë cene një mashkull nuk u dzën mi pas dy vëth të shpum, ose s'u dzën me pas ma shumë se një djali hastrejtët ose që se sana. Ose vëth me lula në këtë rast. Me lula, me flutra, me sana, edhe që mu për vetin nuk më ka pengu kur, unë nuk jem në far artiste, po mu veç më pëlqen vetë nashta qysha pas qef me dal, edhe nashta me mujt me dal pak ma rahat, me teshat e mija mos mu munu me thonë, okej, mos dal me kitë këmish, mos dal me kitë majic, mos dal me këta, se me thonë këta, me thonë ata, që ka qenë tepër, diçka për shembull që nuk pat pengu, po kur e fitova festivalin, në ramen një pik ku morëm poshtë me marë në radio, me marë një deklarat masi që fitova, edhe tash po hi pesho videon edhe pesho një koment Facebook. Edhe u kanë një koment shumë pa lidhe, qysh i thot kjo vetit burë kur kanë si femen. Adin se unë pa të emocionu që të momente, adin fisa e fitova, nuk di qa me bo, jo, alla bash burat kojnë sa dush. Kjo është paragjykim. Adin, e kështu që kur e pa të poshat koment, thash okej, do më thonë, se burat që njerës, na femna të kena lot, ju s'keni lot. Po dhe, adin, nuk i kuptova me... Na kena formu në kryton stereotipet veçanta cilat na kanë dëmtu ndër vite si shoqëri, edhe kanë kriju një farë klime shumë të rrezikshme, se na burra duhet të qenë veç burra, veç qashtu qysh i paramendojnë si ty në ershit, nuk bën me qenë standart pak ma ndryshe, eq kur qysh, as në mendime, as në mentalitet dhe as në paraqitje. Imagjino, për shkak të paragjykimeve, sa njerës në shoqërinë tonë i ikin vetës, i ikin asoj që i përfaqëson prej së brendshmi dhe duan që ato ta qesin edhe jashtin rastin e ndritit. Edhe veshja paragjykohet të na shumë. Po m'intereson të ndriti mundale dhe për shkak të fitores, se jo domosdoshmërisht paragjykime ndodhen vetëm për pamjen jashtme. Atë kanë gjyku kur e fitove festivalit. Po, normal. Se ndohet audienca se cili bëhet ma ekspert i kësaj çështje ma shumë se tjetre. Opinion e vetë, mas pare, si çdo herë që fiton një shqiptar, ose këtu të na fiton dikush diçka, me njerë është ajo, okej, kë e ka ditë që ka fitu, kë e ka fitu me të njofshëm. O kanë seni i parë që halo pa u kry mirë festivali, komentet që i kum pa, kanë qenë me njëherë, kështu gëzu, ose që shfarë gëzimi kështu, nuk është reale, kjo e pas ka fitu, kjo e ka ditë që ka përqaf ato, që ka përqaf këta, adin aty një me veç me nej. Në pa të përqaf ti me qëra fjalla? Një për njerëzve të parë që e kom përqaf u kanë Genci, ka qenë aty... As gjethen a i qik me përqaf ti, ja? Po isha Po ne ka posa për në dërim tash. Edhe paragjykimet. Po dhe po me pas po tani, me pas përqaf një femën, tani ishë gonë kejtjetër story tani. Po qaja, a mi mu nuk kom pengon, për në me, adin njëm munona sa më shumë më mësu me shtu sana, a bëdin se asë njëri nuk është i knasht, edhe nuk pres asë njëri mu knaq, qa boj unë edhe mu kanë non-stop diçka me thonë, nuk i lutna kërkujna, a bëdin me thonë të lutna ngëm, ose të lutna pëlqem që shdokna, se sana, për që ta opinionet vlejnë, po ndikon shumë të rinia, alen tutën me dal vetë, a bëdin tutën me pas vëth, tutën me pas unaza, tutën me vesh diçka që nuk është, që nështë atë që ati personit specifik i do këtë shumë mirë edhe njët rahat, po thot nëse unë e dal jashtë, am shanë dikush, am gjunë dikush diçka, am alë qenë që kjo është arsyeja që tregu muzikor në Kosovë nuk është që kanë zjerë mu talentat të rinë sken, kanë bete artistat e vjetër edhe nuk po ndryshon kur gjo? Po, edhe me tregu drejt edhe të vjetrit... E kanë lonë diçka mrapa. Edhe po edhe ata në lim rapa. Se?
Nuk e di. A ka ndalesa të cilat ata nuk dojnë me pa artista të rritu dhe për tu? Edhe nashta për me nashta kanë qef jenë bo nashta e kanë gjetë qatë comfort të pëdin edhe nashta s'po dojnë me nalan neve të rive. Unë isha për shamull A të ka supportu ndo një artist? Tjetër? Bekimi, këtë që punoj me të tash bashkë që 3-4 vjetë që punojnë bashkë, ku ka nashta... Personazh tjetër publik? Personazh tjetër jo, në një të stradës nuk ka pas diçka. Muzikantat që kanë qenë orkestër më kanë përgëzu edhe ka qenë mirë, po... Elita, përtej para gjykimeve në botën e artit, para gjykimet në shoqërinë në përgjithësi e dëmtojnë shumë cilësinë e jetës njerëzve, sepse na gjithmonë, duke dashur edhe me dalë përtej shtëpisë, jemi duke u mbrojt prej para gjykimeve, prej asaj qysh kanë me na pa, qysh kanë me na perceptu. E që kjo në total krijon një farë hendeku të shfaqjes së vetvetes, shfaqjes të asaj që jemi, duke nisur nga mendësia jonë, e shfaqjes publike edhe një kafe qoftë e deri tek veshja. Na jemi një shoqëni paragjykuse dhe po mbjen shumë keq që kjo po e dëmton cilësinë e jetës, po edhe cilësinë e të treguarit të vetvetes në 180 shkallë që ashtu qysh jemi. Po du me marrë një mendim për fund të psikologës edhe po besoj që në dritin a kish këndu refrenin e këngës fituse që ta shijon edhe audienca e Litway, por psikologe, çfarë këshille i kishe jap gjithë atyre të cilët ndikon shumë prej paragjykimeve të njerëzve? Së pari, ata si ndikohen shumë nga paragjykimet, ajo ka të bëj me probleme me vetveten, me mungesën e vetbesimit. Andaj, ju sugjeroj, gjithçka që është e juaja, është unike, ajo është më e bukura. Thjesht t'jeni vetja, ashtu si jeni. Njerëzit asnjëherë nuk do të jenë gjithë knaqën me ty ose gjithë pa knaqën. Rëndësi ka shumë se si ndjeni. Unë mendoj si njerëzit cilët i kushtojnë shumë rëndësi gjykimeve edhe para gjykimeve të tjerëve kanë probleme me mungesën e përmbushjes. Nëse ti je i përmbushun, ty nuk është se dë bën shumë përshtypje qa mendon tjetri për ty, para gjykon, nuk është shumë e rëndësishme nëse ti ki vetbesim tonin. Munges të vetbesimit atë normal, pse ty ka me të bo shumë përshtypje edhe ka me pas ndikim shumë negativ në shëndetin mendor. Po kjo mungesa e vetbesimit është shumë e shprejnë në moshat e reja adoleshencë. Pra ndaj bullizmi është shumë i dëmton shumë shëndetin mendor të tri. Kjo është shumë e rëndësishme mosha si cenohet më shumë ti, për shkak të mungesës së vetbesimit. Ndërsa moshat më të mëdha krijojnë një farë stabiliteti emocional, edhe një farë komfort zone të vetën, ku nuk është se shumë e kanë problem mendimin e tjerëve. Personalisht nuk është që jam shumë fan si këtyre mesazheve që përcillen përmes televizionit, por gjithsesi për këtë temë kisha thonë lejoni njerëz të jetojnë që ashtu që dojnë me jetu edhe pranoni me gjitha specifikat e veta me unikalitetin e vetë edhe mos u mundoj ju me u bo zoti, se veç ajnalt nga ka kriju edhe nga vazhdojmë pas diktatit të dikuj tjetër. Jo gjithçka që është trendi, është e bukur për ty. Duhesh me pas shumë kujdes në ato që është trendi, jo çdo sen që është trendi ka me të përshtat. Për që ata nuk bën me paragjyku veshjen ose stilin e dikujt, se s'është në modën që jemi në atash. Se dikush e ka atë vetbesimin edhe nuk është të shku gjithmonë me trendin, e mas 10 vjetën është a i vjen bashkë qaj trendi që a i ka qenë në kohën e vetë, unë mendoj që sa ma shumë që e njek hapat i dikuj tjetër, nuk jemo vetja. Kështu që paragjykimet nuk duhet me i pas as në stil, as në veshje, as në dukje, as në mënyrën e jetesës që shë bojmë na. Faleminderit shumë të gjithëve, ne jemi të pjesa e fundit për ndëgjojme ndritin edhe pastaj kemi disa lojra me sfida që ju të regojmë më pas. Hajde ndrit! Ti ma fale botën tënde, shkelqësi si një këngë balade, fjalët e tua si melodia, tinguj shpirti si vedashnia. Faleminderit shumë e ndret, na sjellën një atmosferë të mirë pas atyre paragjykimeve që i diskutuam, kishim nevojë për pak energji.
Jemi të loja me fruta, përshëndetje zonjave të mrekullueshme. I pari që vjen është Endriti. Endrit pozicionon këtu. Hajde. 3, 2, 1. Nuk kemi frutat e njëjta, po m'vjen keq Endrit, vazhdoni. Hajde ati fete. Që tash kur i bëm ka pak gjible, se si pikesh interesant që. 3, 2, 1. Ta shohim ma kemi frutat e njëjta. Nuk kemi frutat e njëjta asë një, heq. Hajde Linda. 3, 2, 1. Nuk ka frutat e njëjta. Hajde Elian. Ky shpis, si dihet. Kështyrëm. 3, 2, 1. Nuk kemi frutat e njëjta. Gjithsesi, t'ja lejojmë Elionit ta tërhek një sfidë? Pse jo? S'pëmbyllim emisionin pa një sfidë. Hajde Elion. Sot s'patëm fat. Zgjatë dikë të telefonoj mikun për t'i kumtua një, tash e thanë. Hajde, kjo po m'pëlqen. Linda, kish mujt. Hajde Linda. Dramën ma të madhe qëto. Okej. Dram. Alo? Qa po bëngon? Dinte, që po bënë? Qa san... Hetë së më pretën mirë në emision për qatë atë thira. Qysh? Së më pretën heq mirë në emision për qatë atë thira. Në mirë, shumë bukur ishe dopë. Katastrofe kena kalu. Për rram, vëlla, se jem ove. Jo, ty bete dhe në gjësë raj. Vëlla, për rram. Ke prank në emision me boni thashe thënë. Hajt, një falenderët. Po që... Kur të bënë thashë theme, duhet më konë edhe një farë aktore. Unë e kom një sandë keqë, nëse raj, halo, pa raj, dhe në fund kom ukësi me të kalëncu. Jo të posh. Falenderi shumë që keni qenë në Eliteway, ne u knaqëm shumë, ne do takohemi përsëri të dielën e ardhshme. Falenderi shumë edhe ty Nderim Neziri. Falenderit Elita. Gjithmonë me mua në çdo emision me opinionet e tia të mrekullueshme. Shihemi të dielën. Në natën e mirë.